Po, sepse me i lëndu ndjenja dikojt, është diçka që mund është me një fjallë të vogël, ndoshta ditën me aprish një farë mënyre. E dikush i bën atu me qëllim, kështu që s'është mirë heq, po sa ma shumë buzëqeshni, dashuroni, bëni mirë, një jetë. Në rastet ku ndoshta kemi presion nga familja e burrët, kam presion të për shembull tek nusja, mundën me pas. Qysh do të me reagu ajo? Ajo do të me mlidh, mu ullë, me krejt, edhe me thonë, qa është problemi, a mune me folë, së për shtatë është, që kjo problemi, në regull, na prape bëjmë një zgjidhje, dalë me qira, bëj diçka, pa u përla, pa lëndu një tjetrin. Po dhe pa mos si marë për asysh, do me thonë, sepse në qëfëse ti nuk fletë për ato, si qka ty po të pengën, atëherë anashkallohesh. Pra, në këtë mënyrë edhe merën për asysh ankesat e tua, fjallët e tua, edhe arritet një farë balonse. Do është me ditë musil, kur s'din musil, kush të ngan, apo kuptan? Ta shti nëse din me mu qasë mu, edhe unë ashta se kom vrejt vetën, e kom shuna i fjallë që të kom lëndu, po të thujëm, pëse më lëndove qëto? Besom që i kime bo mu një keq atë person, qoftë edhe nusja vjerës, edhe vjera nusës, ose vjerë, ose qka do të qoftë këto, përgjësi shoku i shoqja, është mirë me komuniku. Pa komunikim, veç të poshtë të shkën, në gjitha aspekt. Komunikim e pas, mundojo edhe nëse personi tjetër s'komunikon, mundojo me gjithë një mënyrë sa ma të mirë që me komuniku, me gjithë një përfundim të mirë me ditë ku o probleme. Po këtu s'komunikojnë veç që dhënohën, pëse më këshyre më rëllshëm, nështë ta njeri ka pas problem diçka tjetër ka, apo kuptan. Po vetë njerë, ose në start nuk din që shmu qastë. Këtë probleme kena shumë të dukshëm. Për ata dhe ndërshta është bërë pak klishe kjo, a i raporte me këtyre familjeve kështu. Kalcova, ma e mira nuse, ma e mira vjerë, krejt, burri, krejt. Po, me një ven është pak ma problem. Vesh nëse lëshon shumë pe, njoni me tjetrin, po do të me gjithë një goj që thoi, një bashkëpunim. Jeni tu najtë me një ven, po respektoni njoni tjetrin. Mos bëni sane për inate. Ndështë avë më s'mi këshyrë sanet shumë? Jo, dhe me mundu me, adin qështoj një fjallë, problemin e madhë zvogloje, dëvoglin heki krejt. Apo kuptan? Që më s'mëvo, po. Ato dëvoglat, ato veç që ti jashtë. Madhin sa ma dëvogl. Besom që krejt ka me kalu super. Po ka këtu njerë që kanë edhe probleme psikiatrike që kur qyrë s'mën është mi qitë në ven, po Zot Runa, ishala nuk s'provo njerë se ka loj vjere, ka loj nuse, ka loj... Apo kupton, po ti në starë do shme ditë ku për shkan. Edhe ti si vjera, kime jetu me qatë nuse, do shme ditë paka shumë ku shot e kështë. Doja të kaloja edhe të këpjesa, ju se arrini me qenë none përkushtume dhe me qenë aktive, pra. Mos më mbyllë, do shta mu izolu, vetëm afer fëmive, aty këto, por edhe më pas një jetë sociale edhe. One kom pas, dhe me thonë, i ko një pauzë, pa ja gjithë madhe, kom dasht pak mu qëtësu, se karriera ka njerë të bënë stres, shumë stres, po kom pas qef me kryu familje, me ju përkushtu familjes, edhe kom thonë ndërko kysh, na e kom diplomën, bachelor degree, më i kurdu, aktrim, ose qka do kovë që ka të bëjmë artë, se jam rritë, me thonë, me kamera që shmoshën 14, 15, adin shumë herët, edhe që shja rrita, non-stop me fmi, non-stop me fmi, non-stop me fmi, është shumë gjaj mirë, do të më kona në përkushtu me den një moshë që ata jëmë që din vetë, din 18, po edhe vetën ose me lo nanash, apo kupton. Si do mos moshën ne, derin 3 vjetë fmi si duhet shumë nana, shumë. Une me fmi afer i maj flej, apo kupton, çdo moment edhe baba i tyre sani i ofrojmë shumë fmit, mundohëm, une sidomos maksimumin. Po, sepse fmiu e dënë, dashnia nënë, sidomos është i loqë shumë. Tani kur të rritën pak, nështë ta dojnë ma ti për, soni kam djemë, nuk e di tash,
me fe është prej 7 vjetë, baba ma tepër ju duhet, edhe pse na si këshyrim ato gjana, unë me janis më shty ashtu, jo bëne ti, jo e bëjone jo, kur s'këshyri, kur muna taj, kur muna une, ade nuk e kam atë problem heq. Po qysh ja dalë, pse në moment, kom thonë, nuk jam une diçka, jam të një shumë e plotësume që i kom 2 fëmijë, po diçka e kom lënë vetën si anash, edhe kom fillu më marrë me brendësin teme, me nxerat arditën që jënë konë gjithmonë, edhe kom fillu. A mundemi me harru vetën nga njëherë? Jo nga njëherë, por shumë herë ndodhë me harru vetën, edhe mos me ditë as kush që konë, as qa po ndodhë, as qa jetu, veç tu qa ka ndodhë me mu, këtë unë ndryshova. Pse e ke leju vetën me të manipulu dikush. E do është mu vidisu. Kur vedisu është tu ka dalë të menoj pak, që ke qa po ndodhë që shta, po më bënu unë i mirë? Jo, okej. Fillo po diçka tjetër, mëse le karierën tone, punën tone për me ndryshu për tjetërin, aj që dënë që ashtu që shje, apo kupton, aj në start mërë mësë me të marë, si pëlqen me nisan, i thunë start, së më pëlqen që kjo, thëtë se ndrojnë regull, jo më mënu me ndryshu njerin, mere dikon që dënë që ashtu që shje. Po, sepse aje mundet me shkaktu problematika ma vonë. Shumë të mdaja. Ndryshoje, mundohë ndështë në një farë mënyrë me manipulu për situatës, edhe njëni prej partnerve në qift, me mbizotru ndështë. Pa apet sa apet ajo lidhje ka mu prish. Ka me, veç nëse heqë, sidomos nëse s'kini dashni heqë, asë prishet ajo, del dikur, apo kuptan. Po, une do me thonë që shto, vullnetin e kam, vullnetin, edhe mundona mi arrit krejt fëmit, mi mësu, mi shur në aktivitete, me dalë televizione, ka njerë thëmë, shqyqër që po vim pushimet, që shtuk na pak, po, i kam edhe përfitimet e mija. Me pushu, sa dit, pas një gollën. Po, tepër e kam një vullnet që nështë ta se kom pas, as kur im kone edhe mari, një vullnet shumë të mirë, një energji tepër të mirë, edhe që kjo më ka majtë edhe manë. E përmendëm dashnin, kjo, a më ndonë që humbret viteve, apo vetëm shtohet tek një martesë shëndetshme? Jo, dashë, kur e dënë, dikon e dënë, nuk ka rëndësi vjetë. Varët sa e dënë, se nështë ta ka dikush që e dënë normal, dikon një shumë, po ka dhe dashnia që s'ki shanca teorike ti me dalë me kërejt, në takime apet që atë person e ki në mendje, të në kohën. Po. Kështu që nuk me ndoj që hekët dashnia e vërtet. Nashta bo është bajat për na i sen, na i aspekt, se cilit i vynë. Pse thojnë bo në bajat se hapsirë si jepi një një tjetëri? Do të pak hapsirë. Mës me stresu, kush kove, qa bone, tek bone. Aj që dënë me bo, diçka ka me bo, tisën e nalë. Po. Pa di hava. Kështu që unë s'mendoj që dashuria zbehet. Nëse dënë me të vërtet, nëse se dënë me të vërtet se ke deshtë kur, që shto dhe më thoi njerës që veç i kam provu këto. E përmende këto pytjet ku je që avune, me pas një farloj kontrole tek njëre partner tek tjetre. Varsër, zakonisht e kemi po që burrat kanë qenë pak ma shumë kontrolus, po e shojnë që edhe femrat po kanë gjelozi ma shumë tashme dhe po mundohen me mbajt dështa gjdo minutë të tashme rrjetet sociale të shkru. Vëllave që e largani buren, ashtë veç largohet. Sa i del, apet ty dënë, e mërë mali për ty, kur ti si je presion. Non stop mja burit presion kry, po dhe burit krus njejt, po zakonisht na femna ty jepin presion burrave në kry, tak. Apo kuptan, edhe kur qëfar kontakti? Me kontaktu, me bisedu, me mi tregu që po një është kesh për qitësa, nësa ajo është një burë që si intereson të heqë, që s'do në e folë, okej, në regull, largojo, po më nëmi e ditë një qasë burit, jo veç me ankesa, me kërkesa, apo kuptan. Po. Kështu që nuk është e mira e gjelëzi. Një gjelëzi e mire, e letë, krejtë kanë qef ka pak mi gjelëzu partneri e sene, po jo dëri në atë masë që është ka të rënë po, një masë është normale, po diçka që me të vërtet botën ka mirë obsesion. Obsesion, ajo është smundja, atëherë do të me shku të specialiste, i psikiatrisë dhe me t'jep medication. Sa ajo shkon tani të lohët.
nuk sheti kur gjatë tjetër ma, veç ata. Kështu që besoni ma shumë. Edhe kur së nevoja me besu, ka njëherë është mirë me besu. A dim pse? Se ti një është ma mirë. Se une që pa ta thuni ras një shoqës, tham do këta ardit që besan. I beson kështu përgjithsi njerëz. Tash une nuk besoj, po une du me besu. Se une din ashta që ka prapa teje. Po une du me besu që ashtu. Se une një ma mirë, edhe një herë, dy herë, kur e shë që zban, une vetë. Dhe ndoshta i beson vetës me përbalua gjose që... Po veç, kur menon ti pozitiv mirë, kime pas mirë, edhe do të me besu. Jo gjithmonë zbesoj, se ti ki muni vetë keq.